Të pathonat e kësaj jave vijnë fare në fund për ju, se kush bën pjesën e to, e ndiqni në vazhdim. Këngëtarja hitit FB po na vjen përsëri me një këngë tjetër. Fjolla Morina këtë verë po sjell një bashkëpunim me reperin Stresi. Në këtë klip na paraqitet një fjollë tjetër pasi që gjithë spoti ka të bëjë me marijuan. Xhirimet e klipit tashmë kanë filluar dhe shumë shpejt pritet të lancohet në treg. Duke mos zbuluar shumë detaje rreth këtij klipi, e presim lancimin e tij dhe të shohim se çfarë isish po sjell fjolla në skenën tonë. Lajmi i cili u bë stërfolur në media tona kohë më parë, Kinsem si Kresha së bashku me Rozana Radin bën dashuri në publik, nuk është i vërtet. Rreth kësaj pune nuk ka pasur edhe aq shumë lëvizje nga këngëtarët në fjalë, por nga Kresha u bën një demantim i fortë, kështu duke mohuar atë lajm. Duke filluar nga karakteri i vet Kreshës, nga respekti e kultura që ai ka për publikun e tij, shumë lehtë mund të kuptohet se këto gjeste nuk kanë ndodhur me të vërtetë. Shaqir Ahmeti është këngëtari që vitin e kaluar e sollëm në prive, i cili u bë sensacion në Sarajevo. Me talentin e tij në këndim, ai mori pjesë në talent show-un ZMBT, ku mori vendin e tretë. E pas këtij spektakli, Shaqiri vazhdoi me karrierën e tij në Sarajevo duke qenë pjesë e shumë koncerteve e eventeve atje. Javë më parë Shaqiri dha fund beqarisë së tij, kështu duke u martuar me Ena Branković. E gjithë ceremonia dashnore u bë sipas traditave tona dhe Shaqiri përsëri u kthye në Sarajevo së bashku me nusën e tij. Këngëtarja Dafina Zeqire, e cila kohë më parë solli këngën Mos e Nal në bashkëpunim me DJ Blunt The Real One, nuk i solli dhe as shukueshmëri. Bëri buj para se të lancojë, por kur doli nuk u komentua dhe aq. Por ajo tashmë po rivjen me një këngë të re. Bëhet fjalë për një bashkëpunim në të ardhmen me reperin Klepto. Ende nuk është vendosur për këngën, por bashkëpunimi do të ndodhë. Modelja shqiptare ndër më të famshëm në botë, Angela Martini, po jeton kohën e jetës së saj. Me karrierë në pistat e modës, ajo tashmë ka filluar të jetojë jetën e një personazhi të filmave në Amerikë. Ditë më parë ajo ka udhëtuar drejt Saint-Tropez me një avion privat, e këtë gjë nuk është se e kemi parë edhe shumë shpesh. Ajo ka postuar disa fotografi në rrjetin social Instagram, ku shihet se po kalon kohën më të mirë të jetës. Por çka nuk ka treguar në foto është se kush ka qenë prapa aparatit që fotografoi atë në aeroplan, ndoshta piloti. E po Angela siç duket është mjaft e mirë për të mbajtur fshet sekretet e saj të jetës private.